këta persona, 3 janë në akt akuz, por mund t'jenë edhe me 10 të tjerë të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë skem piramidale, madje edhe bigjoz, sepse qashtu e ka edhe emrin. Ashtu specifikohet lënda, po. Kanë mashtru dhe studenta, pra nuk janë mjaftu me mashtrimin që ja u kanë bo bëjgjve, i kanë mashtru edhe studentat, ja u kanë kërku studentave ka 25 euro, në një që ata me apliku për burs, që shka me marrë një burs me kry studime. Në vëdo nuk diu në diku du të përshku kjo mashtrim. Mashtrus kanë ndërgjegje dhe për kategoritë të ndryshme të qytetarve, shembull mos me pas mëshirë për bëjgj, ose mos me pas mëshirë për biznismen, po me pas mëshirë për student e pleqa, absolutisht, ata nuk të ngjohen, dhënë ata të shkelin, me prej 1 eurove, deri 100 milion euro, ose deri sa të mundet me ja u kap mendja atyne që munden me numru, qash lypin para ata dhe me qash pretendojnë me të mashtru. Qysh për duhet me ditë që kemi dek, për që thotë popli kemi dek një ditë, kur të shkon atje nalë. Po ndoshta këta janë të tillë që nuk besojnë se do të raportojnë Ardian dhe thonë ta jetojmë jetën këtu sa jemi. A besojnë ajo edhe ne që do të raportojmë kur të shkojmë në atë dynjan tjetër, është çështje tjetër. Por për një mënyrë dyqysh një e ka edhe mashtrimi, edhe gjithçka e ka një kufi. Studenta për studenta e ka një shmek edhe mashtrimi. Edhe mashtrimi e ka një shmek. Po shmek, po propo a dhe 600.000 a disa janë. Pasaro studentit, ata kanë pretenduar në gratë Buvaki ka pas këtë nakon studenta. Edhe ka pas ditë kur i kena pas ka 1 ose 2 euro në xhep. Buvaki ata ka pas. A pedin rastësisht numrin e studentave ju, a? Që të mashtruarve? Se ata unë besoj, që shtu ja kanë busione, ose ata e kanë pas e në 2014 në po flasin, shumë probleme e kanë pas edhe një kalkulator kështu. Për shkak se shambull kanë bo 25, adem shambull kanë bo herë... Jo, si janë gjenë, 10.000 studenta. Herë 10.000 studenta. Andonjën 250.000 euro. Ardiana për thëtë tani kanë mendua, kanë me raportu nalë. Jo, ata me që kanë pas shifre. 250.000 euro.